20.000 vrasat përsëri, nesit më njëherë është një zinxhir tjetër. Kur unë nes operacione, unë nes me qëllimin që të përfundoj për 3 ose 4 javë. Mirë po nuk duket në horizont përfundimi i këtij operacioni. Po, dhe kam një përgjigje për këta, ndoshta sa ka thonë dikush këtë studiu. Ata kanë menduar ashtu sepse kanë pas një plan operativ të jashtëzakonshëm. Kanë pas informacione për çdo detaj, për çdo politikan, për çdo gjë. Dhe ata kanë menduar që si të eliminohen. Ditën e parë u eliminuai Hamenei me 14 veta të tjerë duket çkash. Me pozita të rëndësishme. Po, me pozita të rëndësishme. Dhe kanë menduar që eliminimi këtyre krijon një kaos, ama kanë harruar që para një viti, kur ka qenë lufta e parë mes Izraelit e Iranit, ka qenë një njëjtë strategji dhe Irani ka mësuar prej asaj strategjie. Dhe çka ndodh tash? Irani kalon në një strategji tjetër të zinxhirit komandues, që në mënyrë automatike sa të vdes dikush është tjetri, edhe ditë sa kush është. Do të thonë, prej tyre dihet, jo prej publikut, edhe 20.000 vrasat përsëri, nesit më njëherë është një zinxhir tjetër. Kështu që tash këta kanë besu që në atë kaos do të ketë edhe një dorëzim. Edhe tu kanë llogarit në popull që dalin demonstrojnë, po s'kanë llogarit që aq shumë është gjendje me vrarë ky regjim, njerëz vet. Për shembull, më rrini 41.000 ajo që pas paralajmëru unë që kam thonë si unë al interneti, ishte në fillim, domethënë për një natë ose 2 net, 48 ditë, 48 orë, në vrarë për 41.000 të rije të reja. Çdo demonstrues në rrugë është vrarë. Kështu që ajo ka qenë tepër e tmerrshme dhe këta shpushijet që kjo strategji që e kanë para po këta nuk ka funksionu, vazhdojnë me shkatrimin total të makinerisë ushtarake. Edhe nëse ajo nuk është, opsionet janë pushtimet e A mund të vinë pra në rendite edhe këto? Pra, lexova sot në media ndërkombëtare edhe për disa dallime zështufin e mes të administratës Trump dhe Netanyahut në anën tjetër, sidomos tek çështja me ndërhyrje me trupa toksore. Duke se Shtetet Bashkuara nuk është që preferojnë fort një gjë të tillë. Asë kanë preferuar, asë kanë dashur. Fillim po tash kanë mbërrinë një pozicion tillë që vjen një moment, as për Kosovë s'kanë mendu me hinë e trupat kamësorisë, por kur era fundi, kur e panë që nuk ka zgjidhje tjetër, u vendos. Kur u vendos, Milošević u dorëzu. Edhe atje ka mendollë njëjta. Bile është një farë plani me sa e pash une, po tash nuk di, nuk janë burimet 100% atë sigurta, por me sa e pash plani është me fillu me ishullin. Harak. Edhe me kalu në pjesën e kufirit me Irakun, ku është ajo baza këneta Huveiza është më e njohur në vend, është tepër e madhe, por në njëjtën kohë është edhe janë burimet më të mëdha energjetike. Mu pushtu çdo 2 pjesë, domethënë Irani dorëzohet kuptimin se s'ka më të ardhmë, s'ka më asnjë gjë. Janë 2 rajone, ishulli ka rëndësi në transferit, transportit të karburanteve, ndërsa atje janë burimet. Irani nuk ka burimet shpërndame larg në thellësi të territorit vet, territorin 1.600.000 km², por i ka krejt këtë pjesën afër xhirit persik, sidomos kufi me Irak. Kështu që pushtimi i kësaj, mendimin e kurdëve, që kurdët tani veç janë përgatitur shumë mirë, nëse si lanë laç këta, se ata kanë qatë frikë. Edhe kanë qatë fat kanë herë. Edhe e kanë fat, po çështo e kanë njerëzit, kur kanë aleanca siç e patëm ne. Çuditshme është historia e tyre, pra 20 e sa milion janë dhe ma çuditshme është e jona, ma e befasishme është e jona. Pas për krah, fuqit më të mëdha të botës ka qenë është. Dhe pa përsërishme. Një çështje që dua ta ngris zështuve, pra a u merr mendja për kësaj që po lexojmë, që Shtetet Bashkuara, ushtria e tyre, pra marina e tyre, marincat e tyre, ato delta forsat që hymnizohen si njësitë më të forta në botë, mund të ndërhyjnë pra edhe brenda këtyre bazave për ta nxjerrë uraniumin e pasuruar? Jo, ta nuk e besoj. Irani nuk është për ta nënçmuar. Kush e nënçmon Iranin e the kokën. Irani është tepër i fortë. Mas por është relievi. Irani është i padepërtueshëm. Është krejt gur, krejt shkëmbi, krejt bjeshk. Do thonë ata për kohën, për një vjet kanë pas kohë me hap tunelet pa dukshme.
është problem i madh me depërtu dejnë ato dhe unë nuk besoj kur që Amerikanë, përveç se nëse dalin informacione tejet sakta, edhe dikush nga brenda e saboton, mundet me ndodhë kjo. Përndryshe Amerika nuk kenë këtë lojë se digjet keq. Aq ma tepër tash po kemi frikë edhe me NATO-n, me Evropën, marrëdhënie tepër të këqija, kur ma keq nuk kanë qenë se sa janë tash.